Përshëndetje miq të kanalit tim në YouTube, unë jam Albert Vaja. Sot ndodhemi në qytetin e Vlorës. Atëherë do të jemi sot në një live stream të shkurtër deri diku, sepse unë erdha për një punë time të personale dhe mendova të futem live, duke qenë se këto ditë kemi munguar, kështu që thash pse jo, mund të futem në transmetim të drejt për drejt për ju miq të e mi që më ndiqni gjithmonë në YouTube. Atëherë sot jemi në Vlorë, data është 4 gusht 2021, temperatura është e lartë fatikisht, sipas shërbimit meteorologjik, kemi një temperaturë për 34 gradë sot këtu në Vlorë. Sot kam nderin të jem live me një mikun tim, një koleg, një mik shumë të mirë, të cilin do të ja prezantoj për pak. Ndërkohë, si fillim po bëj një shpërndarje të linkut. Kemi këtë mi. Kemi këtë mi, do të doja të prezentoja një shokun tim. Miku im sot është Leonard Halili. Leonardi është një miku im i hershëm. Ai ka dhe një kanal në YouTube me emrin Leonard Halili, Leon Videomaker dhe Leon Videomaker, dy kanale. Mund ta ndiqni kanalin e Leos në YouTube, Leo Videomaker, keni disa punime të cilat Leonardi i publikon për fansat e tij. Atëherë vazhdojmë rrugtimin tonë në qytetin e Vlorës. Për momentin ndodhem pranë Lungëmarrës. Traveler Kid. Përshëndetje Traveler Kid. Ismail Garo. Përshëndetje. Këto ditë kanë qenë temperatura përvoluese këtu në Shqipëri. Në Shqipëri, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë Europën fatikisht ka patur temperatura përvoluese, por dua të theksoj që këtu në Vlorë ose Sarand është një favor i madh pjesa e Bregdetit. Pra këto qytetarë të cilët janë në Bregdet kanë favor pjesën e freskisë së detit. Atëherë mendoj që të futemi tek pjesa e Lungëmarrës, ndërkohë afrohemi tek Vijat e Bardha. Xhirot e darkës vazhdojmë më vonë sigurisht, por ne për ato punë që kemi të patën. Po, mirë do ishte që të futeshim një live në mbrëmje fatikisht, por është e pamundur sepse kemi edhe angazhime të tjera normalisht. Ky është një live stream spontan. Pra jemi futur live
thjesht në mënyrë spontane. Traveler Kit nuk e ndryshoj dot, sepse jam në lëvizje. Ana, përshëndetje Ana, mirë se erdhe. Syro Qalliu, 34 gradë këtu. Syro ka shumë temperaturë fatikisht. Përshëndetje. Atëherë një mik, mendoj që të kalojmë në krahun tjetër, ku kemi edhe pjesën e breakdanceit. Ismail Garo, do të lutsha që komente politike, komente tilla mos i përdorësh për në faqe. Tu si jemi as në protest, as në fest. Jemi thjesht në video live për të pastruar breakdancein miku im. Okej, atëherë po jafrohemi pjesës së breakdanceit. Leo, kur ishe herën e fundit në Shqipëri? Isha para 2 vitesh dhe me këtë koronavirus që ishte u bllokuar nuk mundeshim të vinin dot nga Italia këtu si shumë vetë të tjerë normalisht. Dhe kam 3 ditë që kam ardhur dhe shoh dhe diferencët që Shqipëria po ecën para. Për pjesën e diferencës. Po, normalisht se ne shikojmë dhe gjërat të tjera atje, por Shqipëria ka ecur goxha me sa shoh dhe rrugët dhe gjërat. Shumë bukur, ja breakdance'i këtu është shumë para. Se kam në goxha punime të reja, pastër shoh, deti është fantastik. Më pëlqen si jugu i Shqipërisë, është perla si thuhet. Do të pranoj që jugu është normalisht. Vërtet shumë bukur. Dhe ja vlen për pushuesit, sidomos ne që vim nga jashtë, vim këtu, na pëlqen më shumë jugu, nuk e di pse, por na pëlqen jashtë mase. Dhe unë preferoj më shumë jugun personalisht, Zakonisht ku shkon për të bërë plazhin, plazhin nga jugu, kam qenë nga Saranda, Ksamili dhe duke kaluar, vazhdojmë të ndaloj edhe në vendet si për shembull si Syrikaltër, ke Kalaja, aty më tan. Lekursi, Kalaja Lekursi. Po, në fjalë vizitojmë shumë vende, jo vetëm këtë, po. Leo, mendoj që të bëjmë kalimin e pjesës Lungomares këtu. Po, patjetër. Nëse do mundemi t'i afrohemi edhe Lungomare 2-shit, është pak distancë, konsiderueshme fatikisht. Nëse po, sa më ketë distancë? 2 kilometra gjysmë 3 kilometra mendoj deri këtu. Them se gjithsesi është pak temperaturë, por do mundohemi të ne gjithsesi po vazhdojmë për momentin. Për shembull, Leo, çfarë të thon ty cila është gjë që të bezdis kur vjen këtu, diçka? Unë do ta them timen, Po. Por ndërkohë po të pyes edhe ty. Gjëja, unë në fakt kur erdha nga Kroacia më tan, me makinë fjalë, me anë vi toksore, dhe shumë trafik ndaj këtej, dhe doganat shqiptare nuk e kuptoj pse do na pengojnë aq gjatë. Dhe ne vim këtu shumë kontrollet kota, gjëra. Dakor, duhet me bëre kontrollet, por sa më të thjeshta, sa më të pakta. Pra mendoj se duhet të ketë marrëveshje. Po, shteti, këtë mendoj, nuk ashtu. Me doganat. Po, normalisht. Dhe për shembull, ti je vonuar njësoj kur ke hyrë në Shqipëri, edhe njësoj kur ke kaluar për shembull nga Slovenia në Kroaci ose e kundërta. Është më tepër në Shqipëri, në shumicën e rasteve. Hyrja në Shqipëri. Mos ndikon kjo që kalon nga një shtet i Bashkimit Evropian në një shtet jo të Bashkimit Evropian, mos ka kjo ndikim? Nuk e di si janë punët e brendshme të shteteve, por mendimi im duhet të jem më tolerant me ne, që
që vijnë nga jashtë, për shembull, kemi nga Shqipëria. Po, radhë gjata fatikisht ka pasur edhe në doganat hyrje dalet në Kosovë. Nuk ka vend dyshim, ka pasur gjithandej. Por për gjëra koti edhe shumë ngadalë. Nëse janë edhe procedurat, nuk ka vend dyshim. Por ka kontrole që ne kalojmë shumë dogana ose vim nga Evropa, kthehemi në Shqipëri, dhe kjo të lehtësohet disi nuk është keq për ne, këtë do thoja. Pastaj ka gjëra të mira, kemi këtu edhe njerëzit tanë, do kalojmë pushimet, paktën në vit çdo vit këtu në Shqipëri. Kam 25 vjet që jetoj jashtë në Itali. Po. Dhe çdo vit kam ardhur, nuk është vitin e kaluar u bllokua për të gjithë dhe ja. Fatikisht vitin e kaluar thuaj se nuk erdhi. Po thuaj se mos them 90% bravo. Emigrantëve nuk erdhën normalisht, sepse ka pasur probleme me lëvizjen e qytetarëve. Po, normalisht. Pjesa e koronavirusit. Por këtë vit ka patur lëvizje, kanë ardhur shumë shqiptar, kanë ardhur në vendlidhje, qoftë për pushimet, qoftë për të vizituar të afërmit e tyre. Kështu që shpresoj që të largohet sa më shumë kjo pjesa e bllokimit, pjesa e izolimit, pjesa e virusit. Po. Pushuesit janë goxha më tutje, këtu nuk pas. Pushuesit janë, mendoj se duhet të jetë distancë rreth 1,5 kilometër. Aq pak a shumë. Tek pjesa e plazhit. Gjithsesi ne do të kalojmë pak afër. Po, normalisht. Edhe do të transmetojmë diçka për shikuesit. Shëtitoria këtu është shumë e bukur, me shoh darkët, nuk e di. Është shumë relaksuese, po, relaksuese. Kam ardhur e vetmja gjë që kam vënë re si defekt ose si diçka që duhet rregulluar është pjesa e ndriçimit. Ai sa më kanë kapur syt mua, për shembull, 2 llampa funksiononin, 3 nuk funksiononin. Është lampë pak mazdore, si mund të thosh. Pjesa aty ku janë ato personat aty. Kuptoj. Ajo ishte shumë e errët në një moment që unë kalova herën e fundit. Kam bërë live stream rreth para 20-25 ditësh. Edhe ishte shumë e errët fatikisht. Shpresoj të jetë rregulluar, po. Ja dhe Leo po bën një video për kanalin YouTube. Leo Videomaker. Dhe Leonard Alili, janë 2 kanale. Linkun e Leonard do ta vendos në description sapo të përfundoj ky live stream. Në fakt duhet të vendosur më parë, por ishte spontane. Ne nxituam shumë dhe ikëm fakt. Sapo përfunduam një videoklip së bashku. Pra kemi xhiruar një klip në Zvërnec. Ishte pak e lodhshme, po. Po, sepse temperatura ndikon. Orari për të bërë video live është pak i papërshtatshëm. Deti goxha i pastër duhet. Është vak dreke. Deti kristal. Kristal. Shqet kjo është. Në Itali, në vendi ku rri unë, në Padova, kemi plazhin të paktën 1 orë larg, është minimumi. Dhe bëj goxha trafik, është goxha trafik kur eci. Edhe parkime gjëra. Këtu nuk ka, me sa shok, këtu në Vlorë është, shkon atje ke pothuajse vend gati, ne atje jemi afër. Ja ne parkuam aty pa problem fare. As 20 sekonda. Te duhet thoja, është goxha. Paktën në këtë orar, sepse nuk e di, mendoj se në mbrëmje do të jetë më vështirë. Në mbrëmje më shumë dalin edhe për xhiro njerëzit. O desha them pjesën e plazhit, goxha nuk është e populluar në masë që është atje. Po, më pëlqen kjo pjesë tu. Po ka shumë popull po diella. Ka shumë popull. Tani u të pyet aty për pjesën se kush të bizdis diçka që të bizdis kur vjen në Shqipëri dhe nuk ndihesh mirë, ti më the për pjesën e hyrje daleve në kufi. Janë pak të bezdishme ato, dakord. Qëndrimet në orë të gjata për të kaluar. Po, pastaj. Sa unë që banoj këtu, mendoj se akoma ka punë për të rregulluar në infrastrukturë. Për shembull në pjesën e rrugëve, në disa rrugë. Atëherë po flasim konkretisht
Nëse do shkoj sot në Shkodër, nisem tani për të shkuar në Shkodër, vetëm për të kaluar fushkërujen. Ajo Është një tmerr i vërtet. Pra, është një rrugë që është projektuar, mendoj, që para viteve 90, flas për gjërsinë, ka jo për cilësinë e ndryshuar, rrugës. vërtet. Në këtë rast po flas Nuk e përballon dot për gjërsinë. vërtet. Dhe ajo rrugë është e njëjta gjërsi, sikur kalonin 2 makina në ditë, sikur kalojnë Sot 10.000 makina në ditë, 1.000 makina në ditë shënsi ka. sot ka ndryshuar dhe Pra, pjesa e infrastrukturës për mua që jetoj këtu, sepse unë banoj dhe jetoj këtu, ndryshe nga Leonardi, nga miku im. Pra, kjo pjesë me bezdis pak, pjesa e lëvizjes me automjet, sepse për parkimin do vish vërdallë dhe do gjesh parkim. Ndërsa për të përshkruar një rrugë, për të bërë një itinerar caktuar, humbet shumë kohë, humbet karburant, del nga orari dikujt që ke për të mbaruar një punë, shikoj një tym fatikisht tek pjesa e bypassit. është si për rrugës Po, ajo. shikoj, do të jetë një automjet i djegur aty. Na të mendoj. Dyshoj që do të jetë një automjet i djegur në bypass. Ja, ta fokusoj pak. Ajo pjesë aty vjen si malore, është pjesë që ka pak sforco automjeti aty, sepse e kam përshkruar atë rrugë. Shpresoj që mos ketë probleme. Luiza Sulaj na komenton, na bën një koment duke na vlerësuar punën. Faleminderit Luiza. Luiza na komenton duke na vlerësuar punën tonë. Faleminderit. Që po bëjmë. Ana është qetësi vërtet, e thash edhe në fillim të live streamit, është një orar i papërshtatshëm për të bërë video, por duke qenë se patëm një punë me mikun tim Leonard, edhe hyrjet e mia live do të jenë të reduktuara. Unë mendova të futem direkt. Qoftë edhe për një orë, sepse nuk do jetë një live stream i gjatë, por të shohim, koha është disi e kufizuar, ora 4:10. Besoj se deri në orën 5:30 do të jem direkt. Panu, si që shikon, ose lexon nga titulli, jam në Vlorë. Tani ky orar është i përshtatshëm për plazh, ose edhe për qetësinë e drekës, për një gjumë, ndaj edhe s'ka shumë qytetarë. Por ne po i afrohemi plazhit në këto momente. Ku shohim që plazhi është i mbushur, si s'duket edhe nga këto pamje. Në planin ballor kemi një plazh publik, pra është një plazh pa pagesë. Drita na përshëndet nga Gjermania. Dërgoni pak diell, thot Drita. Pse Drita, andaj bie shi. Këtu na dogji, më thënë të drejtën. Na dogji i diellit, temperaturë shumë e lartë.
Tashmë po ja afroj pjesës së plazhit. Drita, si duket aty në Gjermani bie shi, ndërsa këtu temperaturat e larta kanë shkaktuar shumë probleme fatikisht në bimësi dhe në pyje, sepse ka patur zjarre të shumta në zona të ndryshme të Shqipërisë, sidomos në pjesën e jugut. Ka patur shumë probleme këto ditë, pak në këto 3 ditët e fundit. Dje dhe sot ka patur shumë probleme, saqë edhe Bashkimi Evropian ka sjellur 2 helikopterë sot për të ndihmuar forcat tona që të shuajnë zjarret, sepse ka patur shumë dëme në pyje. Zjarri më i madh flitet që është në Llogara, në parkun kombëtar të Llogaras. Shpresoj që të jetë shuar ai zjarr sot me ardhjen edhe të ndihmës së Bashkimit Evropian. Sa ditë u bën të Leo që ke ardhur në Shqipëri? 3 ditë. 3 ditë, po. Dhe mund të rritë 10 ditë tjera, ka shumë se ajo është leja mundshme. Po. Edhe ke shkuar në plazh? Isha dje në plazhin e Divjakës, po thjesht për një xhiro, jo për plazh. Nuk ndete shumë? Shumë pak, thjesht tangra një drek, familje, në shoqëri. Po. Dhe unë nisa erdha këtej, thjesht për kaluar kohën. Sot jemi së bashku që ishim në klipi, dhe ja që u bëjmë të Si gjiro. të duk plazhi aty në Divjak? Divjakës është lënë për dëshiruar, si thuhet si... Është lënë pasdore? Pasdore. Dhe do rregullimi nuk diskutohet, por nuk di nga t'ja fillosh, nuk është prekur asgjë, po si se di. Plazhi jo i pastër në kuptimin që Kishte mbetëria të hedhura? Jo, mbetërinë jo kush e di se kanë filluar, por thjesht uji, ndoshta edhe si çunte edhe erë dje që pash pak aty. Po, ja s'është problemi i askujt. Thjesht për atë që pash deti, nuk është se frekuentoj shpesh herë Divjakën dhe... E ke syrin të jugu ti, se Bravo. E ke të syrin të jugu. Te Kioni. Deti jon. Është i pazëvendësueshëm. Por desha të them diçka në Itali, atje ku jetoj, na thonë edhe shumë italianë. Shqipëria ka dëgjuar vende të bukura, nuk na bëjnë reklam televizionet tonë italian, por kemi parë kolegët tanë, shokë që kanë ardhur në Shqipëri, klasë vite, deri 5 vite më parë, dhe i kam treguar fotot, i kam treguar disa. Është perlë, për shembull. Siç kemi folur edhe për atë youtuberin italian. Bravo. Që që para një muaji erdhi këtu, që bënte videot dhe praktikisht ai fatikisht i bënte reklam. Reklam shumë të mirë në Shqipërisë. Po, vërtet. Pra një mrekulli e vërtet, por ndërkohë kemi edhe gjëra që nuk do doja t'i shikoja, pra një kanal pranë Bregdetit, diçka për shembull plerat aty. Shikoni tash si kanë hedhur qeset. Që është gjynas, është vend turistik. Si mund të hedhësh qeset tash kaq afër Bregdetit. Pra aty la njerëz, shikoni vetë nga pamjet. Tu kemi një kanal. Një kanal i tillë është edhe tek pjesa e fundit të plazhit. Po. Do ta shikojmë sërish së bashku. Pra ti themi edhe gjërat negative që duhen rregulluar. Mendoj se ky kanalizim këtu duhet të eliminuar. Nuk besoj se në Europë ekziston. Jo, ka rregulla tjera, normalisht. Një kanal i tillë. Desha të them se edhe vetë njerëzit, edukata e njerëzve duhet që ne së bashku. Shiko tash, edukata është tek qeset e hedhura. Mendoj Leo. Atë mendoj dhe unë. Ndërsa kanalizimi është tek pjesa e institucioneve. Bravisht, është. Ato për plerat e ka. Mendoj se këtu është problemi i institucioneve vendore. Po. Sepse pjesën e territorit
E ka bashkia. E ka Vërtet, rrugët, funksionet infrastrukturat, vendore. gjërat, po, vërtet. Pra ti nuk mund të lësh një kanal tani që derdhat aty, nuk e di çfarë uji është Unë të ai. zeza mendoj ose nëse rria kalon Është ujë gjithmonë. turpshme nëse janë ujëra të zeza, por Nuk e di si se është. do ishte nxirr ai kanali, ishte i bardhë. Kalon. Po duk se ishin ujëra të bardha, gjithsesi Nëse, nuk duhet lejuar ajo lloj gjë. po, do të eliminuar. Ashtetitoria më duket shumë e bukur këtu, relaksuese për Shikoj natën, sa ha? bukur pra. Pra, Më shiko pëlqen. sa gjë e bukur, edhe si mund të lejosh atë kanal aty. Po. Kjo Kjo është e dëmton. dhe kështu është shumë bukur. Pra miqtë e mi, siç e shihni, jemi në pjesën e Lungamarës në Vlorë, me mikun tim Leonard Halili. Ju përshëndesim gjithëve nga Vlora. Shëndetje Temperatura është shumë e lartë. Është. Ë? Po. Si e krahason me temperaturën aty ku rriti Leo? Te unë është edhe më vap. Unë në pjesën e veriut të Italisë në Padova, Po. ka pa për në Venecia, atje është më vap se ka dhe më tepër lagështirë. Fjalë Veneto si quhet. Po, edhe rrezatimi i diellit është më i fortë. Më i fortë, është dhe ka më tepër lagështirë dhe shikoj dhe trupi, lagështia e dëgjoj me shikoj më shumë. Pa kondicioner është problem dhe natën të Pjesa e ajrit. pjesa ajrit, bravo. Ndërsa këtu nuk janë këto Është fenomene, me thatë. por janë fenomenet e vogla pra që folëm. Po, përpara. po, janë këto gjërat, Pra pjesa e infrastrukturës, dakord. që Ka është një këtu është një përmirësuar. pikë që duhet përmirësuar patjetër këtu Po, në Shqipëri. patjetër. Edhe gjërat vogla pra. Ato kanalizimi që pam aty. Okej, vazhdojmë rrugën drejt Lungomare 2-shit. Këtu e ka disa komente, por monitori im jam përballë diellit, është pak i errët dhe e kam të vështirë fatikisht. Ti lexoj gjitha komentet? Shumë vend i bukur, ja. Enzo Delongi ka bërë një koment i cili se kuptoj. Po si qytet Leo? Qyteti i Vlorës? Jo, flas nga qytetet e Shqipërisë. Do të veçoje ndonjë qytet që të kalojmë përshtypje aty. Tashti nuk kam Që dalur. ikën e vjen. Pakën për aq kohë sa je këtu. Unë erdha nga bërës stash rrugën nga Kroacia që po vija këtej dhe mu duk shumë bukur nga zona nga Shkodra ndej. Pallate, ato ndërtesat shumë të reja. Pash dhe disa lokale, restorante që ndej në Itali nuk i shikon do të them të vërtetën, për dasmat, për këto gjërat. Po, ata janë shumë të Edhe shumë moderne. Shumë moderne, desha të them dhe shumë gjëra të bukura të reja që edhe në xhiro nëpër botë janë të rralla, them drejtën. Po. Nga zona ndej. Pastaj ka dhe këtu nga Vlora, nga jugu, është fantastike. Infrastruktura është duke përmirësuar gjithmonë, nuk është se stop deri këtu dhe mjafton, Po. do akoma punë, diskutohet, por po ecën e sa shoh, ne që shikojmë Kjo diferencë. pamje që shikoj dot tash, kjo është për mua është fantastike, është Shumë. super pamje. Shumë e Kjo bukur. tani është një dhe pamje që unë dua të shikoj gjithmonë në Shqipëri. Po, Përpos atyre që ka probleme, kjo është ndër pamjet më të bukura, është fantastike. Për natën, pjesa e Lungomarës në Vlorë. për shëtitore, kjo është Po, fantastike. në mbrëmje këtu është shumë bukur. Më vjen keq që nuk qëndroj dot deri në mbrëmje, për arsye të angazhimeve, do ishte diçka e bukur. Le. Po, Ta bënim live streamin ne në mbrëmje. do rrinim pa problem deri jashtë, por kemi orarin e Po, punë të kufizuar dhe duhet të largohemi po. brenda një kohë shumë të shkurtër, Për një orë gjys duhet duhet të largohemi. largohemi se s'van se ato aq është po. Tani po e afrohemi pjesës Plazhit. më të populluar të plazhit. Po, tu jemi diku nga Si qendra. duket edhe nga pamjet. Shoh shumë makina të shtrenjta këtu në Shqipëri, desha të them, Se atje në Itali nuk janë. bravo, me sa, jo, unë Po them atë, sundon luksi. bravo, unë mendoj, Në disa raste. një makinë të tillë, si ishte ajo që para të që kaloi, unë them unë ta marr, nuk është shumë problem, se punojmë, jetojmë, Po. por kam një makinë më të lirë ose Sipas nivelit. po, Dikush por tjetër ka desha të punuar më them, fort.
dakord, por desha shoh edhe shumë veta që ka një makinë më të shtrenjtë dhe për hyrjet që kanë të parave nuk thot marr makinë jam në rregull, është dhe kjo, me që shoh. Ka njerëz që punojnë një jetë vetëm për një makinë apo? Po, është Pra, ka njerëz që kanë shitur shtëpinë edhe për të blerë për një makinë. Kjo gjë nuk më pëlqen, thjesht mua. Por ka dhe. Mirë, kjo është çështje private, pastaj e çdo personi, s'ka lidhje. Po ka, nuk gjë. Këto bare, tegje, Pra, shikoj. vendosja e lokaleve ose restoranteve Më përballë pëlqen. Bregdetit këtu është shumë gjë e bukur edhe distanca është e respektuar fatikisht këtu. Përshëndetje nga Nigeria, mos gaboj. Nigeria, Xhenili. E çuditshme, një koment nëse është i vërtet. Përshëndetje nga Nigeria, thot Leo. Kjo? Se pas ka shqiptarë dhe në Nigeri. Përse? Nga fjallën? Po jo, na përshëndet dikush. Për lexoj. Përshëndetje nga Nigeria, Po, ndoshta. Me pushime? Xhenili. Mund të jetë me pushime këtu? Po mund të ketë dhe shqiptarë që Edhe për punë. punojnë Edhe ndoshta. punojnë pra, edhe për punë. Nigerianët janë gjithë botën, po mund të ketë dhe Ka dhe shqiptarë kene, që ka. Po, shkojnë atje. me kompaninë e punës që ka. Po. Nuk ketë dhe atje. Atëherë Enzo De Longhi ka bërë një Miku. koment, pra e ka me ne, me ty në sakt. Ku e pasagjerët dhe këtë tipin, mor Albert, që e ka shumë konfuz, thot, që e ka shqiptarë italian me theks. Enzo, Leonardi është i miku im edhe sa vite Leonard? Ke drejt, por unë kam ikur, kam mbushur 14 vjeç dhe kam 25 vite larguar larg. Pra imagjino tani Enzo De Longhi, një shqiptar që ka 25 vite në Itali. Edhe mendoj se e njeh shumë mirë Shqipërinë për aq vite sa ka atje. Dhe çdo Kështu që vit, duhet paragjykojmë mendimet e askujt. dhe çdo vit Siç duhet paragjykoj edhe unë mendimet e disa tipave që bëjnë dokumente krejt pa lidhje, nuk mund të paragjykojmë dot dikë tjetër. Okej. Vazhdojmë. Atëherë një fokus të nga pjesa e plazhit. Fation Saliu na përshëndet. Shëndetje Fation. Faleminderit Fation. Fationi më duket se kemi nga Divjaku ose nga Lushnja. Nga zona ime. E një? Jo. Jo, po nuk ke shumë emra Fation, po flas. E përshëndesim. Gjithsesi. Sa po më pëlqen po dritave që makina hedh ujin tek rrugët. Fatikisht drita është diçka e veçantë që më ranë sy dhe mua. Kisha pa parë diçka të tillë, po ja, ky është realiteti. Siç është edhe ky realiteti tjetër që po e shfaq tashmë. Një kanal tepër me erë shumë të keqe të Buzdetit. Diçka që ta shpif. Pra aty kemi detin, tu kemi një kanal i cili mban shumë aromë të keqe. Ky ishte ai kanali tjetër që e thash edhe pak më sipër. Që ajo duhet eliminuar patjetër, duhet ishte eliminuar, ose më saktë nuk duhet të ekzistonte diçka e tillë. Pranë pushuesve një kanal kaq i ndodhur e Leo. Tash e dëgjohesh dhe era. Fatkeqësisht Jo mirë kjo gjë. ekziston një kanal i tillë. Se kuptoj pse Fation ajo. Saliu më ka ftuar disa herë fatikisht për të bërë video në zonën e tij.
pra në Divjak ose në Lushnjë. Fatian nuk kam harruar vlla, por koha është shumë problem. Ndoshta shtator, tetor do të kemi mundësinë edhe për të ardhur aty. Temperatura është shumë e lartë. As nuk po e ndjejmë dhe në temperaturë. Po. Jam kurios ta shikoj. U rrit temperatura tani po si? Sa mund të jetë? Ishte 34 kur filluam. 37. 37 tani, po. Si ka mundësi? Dakor, po. Ja. Lëviz shumë. 3 gradë, edhe unë ndjeva Po, shumë, u bëm ujë. 2 kilometra rrugë që kemi bërë deri tani, mendoj. Bruna na përshëndet nga jetë në Greqi? Greqi duhet jetë. Po. Mikonos. Mikono, pase. Mikono. Mikonos ndoshta. Pra duhet jetë në Greqi, mendoj, sipas emrit të zonës apo të qytetit që ka shkruar Bruna. Gjithsesi të përshëndes Bruna. Mendoj se mund të jetë një zonë turistike ajo. E dëgjuar deri diku, por mund të jetë zonë turistike. Drita komenton pamjen që ne sapo transmetuam për pjesën e kanalizimit që ishte aty. Shumë e vërtet Drita, vërtet sinqerisht nuk do doja kurrë ta shfaqja atë pamje, por le ta shohë kush doj, ky është realiteti. Dhe mendoj se i kanalizimi aty është vërtet i turpshëm. Është pa imagjinueshme fatikisht Leo, si mund të lesh një kanal të ujrave të bardha apo të zeza aty në Bregdet. Nuk është gjë e mirë, po. Ky është realiteti. Nuk e di nëse na ndjek Traveler Kid. Mili, përshëndetje nga Melbourne, Australi apo jo? Australi. Melbourne. Kemi goxha. Është ishull Mokono. Greqis. Është ishull, po pra, panu. Ishte emër i dëgjuar fatikisht, por nuk e njoh shumë Greqinë. Nuk e njoh shumë, me thënë të drejtën. 3 vite më parë ishe në Parga, në Greqinë e pushime, kam jetër një javë aty të zonë. Edhe shumë Mikonos, thot Enzo, një ndër ishujt në turistik të njohur, thot, për mullit e saj, dhe Gomer taksi. Nuk e di se sa i vërtet është ky komenti i Enzos, pjesën e Gomerve. Gomer taksi. E ke dëgjuar Leo? Jo, nuk e kam dëgjuar. Ndoshta mund ta ketë ironik, po s'besoj, jo, nuk besoj. Nuk e di. Nuk Ky do të jetë një ndër helikopterat që ndoshta edhe shërben për shuarjen e zjarreve. Nuk shikoj kovën poshtë fatikisht. Ja, dhe makina që po spërkat gjatë. Makina? Po, spërkatja ujit. Do doja ta fokusoja pak. Është goxha. Diçka që është përdorur shumë mirë. Në kohën e komunizmit në Tiranë, shikoje shumë kjo lloj forme. Pra freskohen rrugët. Kjo bëhet për freskimin e temperaturës në rrugë. Përshëndetje nga Zvicra. Përshëndes dhe unë. Fatmir, përshëndes nga Zvicra. Julia
Përshëndes. Atëherë jemi në Vlorë, Julia pyet ku jemi këtu, jemi në Vlorë, Julia, siç e lexon edhe nga komenti, nga titulli në sakt. Enzo thotë sa për komentin e tij që kishte bërë pak më parë për Gomer taksi e sqaron Enzo tani në këtë moment. Jo, thotë nuk e kam ironi, thotë, por kur më rrin thotë sepse dielli na pengon. Po, është shumë i fortë. Kur më rrin me det poshtë, thot, duhet të ngjitesh ose me teleferik ose me gomar. Që vendësit transportojnë turistët për pak euro. I transportojnë për pak euro. Shumë interesante. Enzo, faleminderit Enzo për sqarimin. Interesante shumë kjo pjesa e transportit. Si duket do të jetë ndonjë malore ose ndonjë diçka përderisa ka dhe teleferik. Ndërsa këtu lihet kanali Hyra Zeza në mes të plazhit. Ja kush është kundra pesha. Respekt Enzo. 3 vite më parë isha në Gjermani dhe te Kështjella, me Kështjella atje në e Disney mi fjalë, e vizitova bashkë me familjen time që isha. Atje ishte karrocat që të çonin turistët, ishte diku ke 5-6 kilometra deri atje lart, ishte pak si malore. Dhe kishte vetëm autobuse dhe kishte këtë karrocën që si turistë, mande diku të 6 vet ajo lart. Me kuaj e shohin deri lart, makinat do mund. Me kuaj dakord, po. Komenti i Enzës për Gomerit është diçka, vërtet. Disi çuditshëm. Po, vërtet. Dikush thotë që Enzo shquhet për këto. Tani ne vazhdojmë me konspiracionin që mund të jetë i dyshimt komenti i Enzës, por unë gjithsesi po e paranoj si të vërtet fatikisht. E bukur Vlora, thotë Julia, po Vlora është vërtet shumë e bukur. Tani mendoj se duhet të rritur akoma temperatura e leva shumë vapa, është. Unë bëna ujë ndjerës. Jam kurioz ta shikoj sërish temperaturën. Ishte 37, 37, në fund të qepa. Atëherë ta shohim përsëri. Jo, aq është 37. Ora 4:38 minuta. Po. Ndihet dhe vapa. Enzo, respekt Enzo. Thjesht për shaka. Ndihet vapa sepse këtu kemi edhe pjesën e asfaltit, pjesën e... Por dhe diku edhe temët e favorizojnë freskinë, por gjithsesi temperatura shumë e lartë. Është mundur. Është ko plazhi shumë e lartë. Një live stream me kaq temperaturë se kemi bërë ndonjëherë fatikisht. Është hera parë kjo. Kto i bën pjesa e kohës, se kemi pa mundur për të qëndruar në mbrëmje. Nëse dikush na shkruan nga shtetet largëta, do ishte diçka kurioze për ne. Mund ta bëj komentin këtu. Dina, përshëndetje Dina, mirë se erdhe. Drita na bën një koment shumë motivues, fatikisht. Komentet të tilla na motivojnë për të vazhduar punën tonë. Atëherë Drita thot, Albert respekte, nga ne thot. Keni video fantastike, ju përcjell rregullisht çdo video. Pra Drita shikon çdo video tonën. Super. Faleminderit për punën që bëni, punën e mrekullueshme. Përshëndetje Drita. Njoftohemi në vende të bukura të Nanës Shqipëri. Respekte shumë Drita.
Nga na ndjek për drita. komentin. Drita nga na ndjek. Mendoj se drita sipas përderisa thot përcjell, fjalën përcjell e thon vëllezërit nga Kosova, motrat nga Kosova, kështu që mendoj se do të jetë në Kosova dhe banon jashtë. Mendoj unë, nuk e di. Sepse ne këtu e përdorim ndjek, Po. të ndjekim. Kurse drita kishte shkruar të përcjellim, pra e njëjta gjë është. Po kuptohet. Tu kemi edhe një version tjetër të gjelbëruar të kanalizimit. Turpi i institucioneve. Po këtu shikojmë edhe pallate shumë të rinj. Shumë luksoze, shumë të mira, si mund të lejohet një kanal i tillë. Se kuptoj këtë gjë. Në buzë të ujit. Tani, në buzë të ujit, në buzë të detit, edhe afër persona që mund ta shikojnë. Po. Imagjino një hotel që është pranë detit, çfarë mund bëj? Kur e maskon atë pamje. Tani këtu e kemi hotelet pjesën shumë problematike. Po. Mendon, kalojmë këtu? Kalojmë këtej. Ndoshta mund të kapim ndonjë hije të vogël. Që ka goxha thatë dhe bani. Atëre drita në u përgjigj, jam nga Gjermania do të thotë, besoj. Jam motor nga Kosova, respekte shumë drita, faleminderit për komentin tënd. Është pak larg kjo distanca leve. Është ca. Sa ashtu duket me sy, është deri diku distancë konsiderueshme. Besoj se duhet i kaloj 3 km gjys. Është dhe vapa. Si mendon? Është dhe vapa që dhe jemi pak të... Ne u bëm ujë, fatikisht, u bëm ujë ndjers. Atëherë, ku ishim ne? Kemi filluar streamin. Diku këtu. Te afër asaj anijës atje. Po. Është goxha. Drejt tendës, pra kemi bërë këtë rrugën këtu. Mi fillon atje. Pra është distancë e qatë. Fatmir Azemi thot edhe në Zvicër bie shi, thot 17 gradë. A Fatmir, na sill ca shi. Si mund të themi Fatmirit ndryshe, se ne këtu plazëm Fatmir. Në Zyri, 17 gradë. Zvicra e bukur. Ke parë ato vitet, Leo? Kam parë, live. Janë për ato bjeshkët, si mund të them. Po. Ato kodrat e gjelbërta. Male, kodrat, po. Në Zvicër. Kam qenë deri në Austri, kam mbredhur me makinë. Zvicër e Austri paka shumë bukur. Ja ku finë, apo? Kam qenë dhe... Se unë nga gjeografia jam pak dobët, por mendoj se do t'jen afër. Po, dhe kam qenë në muajin qershor, Berton. Po. Shumë freskët, nuk diskutohet se janë dhe malet atje. Ja pra, 17 gradë, thot dikush. Po. Në Zyri. Dhe kur ishte vapë nga Italia, aty nga zona të kufiri, si më thush, atje ishte më freskët, disa gradë temperatura ndryshonte. Dhe jeshillëk, fantastike pamjet, kam bërë ca video nga ajo zonë atje, bukur fare. Mendoj se nëse do na lejojnë autoritetet me lëvizjen e lirë, unë shpresoj që të shkoj rreth muajit tetor-nëntor. Po erdhe, i kam ftuar patur shumë herë në plane fatikisht për në Zvicër. Të ftoj Berto dhe në Venecia, të zona ime aty afër, të bëjmë live streami. Besoj se do të jemi aty në shtator ose maksimumin tetor. Jemi pritur, bashkë me Traveler Kit. Bashkë, pa problem, bëjmë live, dalim, do ju shëtis, pa problem. Dhe kemi qenë, ishim bashkë në muajin 2000, që muaj ishte, në qershor të 2019. 19, po. Ishim në Venecia, po. Në Venecia që bëjmë klipin të sheshi Venecias atje, bukur, e kaluam bukur dhe atje. Po, shumë bukur, fatikisht po atëherë nuk bënim video live në. Jo.
Por prapë besoj është diçka dhe për shikuesit, diçka jashtë dhe Shqipërisë. Sepse në Shqipëri pak a shumë ne e mbuluam me video. Me video live. Po. Prapë kanë lezetin Jo e të vet. gjithë Shqipërinë, për shembull unë qytetet kryesore, pak a shumë i kam vizituar. Super video, më kanë thënë dhe të tjerë dhe në Itali, kolegët e mi, Albert Vaja, është kolegu dhe miku im, edhe një që më kanë thënë dhe të tjerë. Po. Që se dinin që unë dhe ti bashkëpunoni me këto, Po. Edhe ka bërë komplimente, shumë bravo Alberti, Shqipëri njeri. Ideja ime është që të shfaqim diçka spontane, diçka reale. Pra, transmetimi drejt për drejt ka atë veçorinë e tij, ke parasysh? E prek direkt momentin, e prek direkt pamjen, e komenton direkt. Sepse videot me montazh ti e ke parasysh vetë, mund të hiqen pjesë, mund të vendosen pjesë. Muzika gjera, po preferoj edhe unë videon tjetë sa me originale, nuk me efekte me gjera besoj, njerëzit po preferojnë këtë gjë, originalitetin. Ja këtu janë. Aquamarin, fatikisht do doja shumë ta bëj një xhiro me këtë aquamarinin. Ne po vazhdojmë drejt lungomare dyshit. Nuk e di nëse ka përfunduar apo jo. Si mendon Leo, vazhdojmë djathtas apo drejt? Im drejt. Mendoj këtej. Okej. Sepse jemi më afër plazhit, e? Po. Dhe pamja Majtas nesh, shumë e bukur kjo këtej, hotele super luksoze, më pëlqen. Pamja Majtas, po. Me godimet private kam patur investim shumë. Është investuar shumë. Dhe në Durrës, Leo, është shumë bukur mbrëmja aty. Po. Tek pjesa e Volgës. Është bërë dhe aty një shëtetore e re. Dhe shumë bukur, ka shumë vizitorë. Sidomos mbrëmja aty është shumë mbushur me... Mbushur, populluar me shumë xhirot e mbrëmjes. E përpushuesit. Po, sepse ato, domethënë itinerari i pushuesve mendoj se është gjatë ditës plazhi. Në drekë ndoshta pushojmë pak, edhe konsumojnë drekën. Dhe xhirot e darkës, pastaj për të kompletuar ditën. Po. Mbrëmja pastaj është për pjesën e shëtitjes. Po. Është shumë relaksuese në fakt. Jemi në pjesën e plazhit, nuk është e populluar, paktën, kush e di është Nuk shumë popullim të madh, por mendoj se është normale. Normale kjo. Sepse edhe shumë afër njëri tjetrit nuk do ishte gjë e mirë. Tet. Temperatura shumë e lartë. Këtu po. Jashtë mase e lartë temperatura. Fatmir Azemi. Fatmir Azemi na falenderon për live streamin. Përshëndetje Fatmir. Falenderit thot Fatmiri, ju falenderoj. Kalofshi bukur shqipe, respekt e Fatmir. Po, Fatmir. Përshëndetje edhe ti. Drita, faleminderit për komentin, përshëndes dhe unë.